Partia Demokratike e Kosovës e konsideron që propozime të projekt ligjeve janë asnjë prej tyre urgjente dhe si të tilla nuk e mbështet asnjë që të mundsohet të trajtohet në jashtë procedurave parlamentare. Kjo është vetëm tendencë shosje e qeverisë që me ndërtu agjendë pushollës zgjedhore e jo për me trajtu me seriozitet temat që janë kaq shumë të rëndësishme, për shkak që edhe të këtu edhe duhet të trajtohet procedurë të rregullt në mënyrë që trajtohet në aspektin profesional dhe të ketë debat e analizë në çdo procedurë. Në fakt, të gjitha temat që këto projekt ligje trajtojnë janë tepër të rëndësishme dhe faktohemi që janë të rëndësishme për qytetarët, por jo për periudhën në të cilën duhet të shqyrtohen. Se projekt ligjet kërkohet që të analizohen dhe këto kanë ardhur më pak se një javë tek deputetët, janë shpërndarë tek të gjithë deputetët. Dhe nuk do të përkrahet nga ne, për aq kohë sa ne nuk kemi kohën e mjaftueshme për analizimin e tyre. Fitore ka mundësi fillimisht të koni kërkesë politike udhëheqëse e këtij institucioni që kur na thret në ora 10, me fillu seancën në ora 10. Të vjen kush vjen kryetarja me qenë këtu në ora 10, për shkak se s'ka logjik. Ora është tash 11, do të thotë 10:59, seanca ka pasur në nisë në ora 10. Kemë diskutuar kryesi për marrëveshjet ndërkombëtare, kemë pasur disa dilema. Me fillu një orë me vonesë, nuk ka logjike, po që ka një urgjenca, ka një problem është këtë rregull. Nuk ka kuptim me ardhur deputet në ora 10, e mos me nisë seanca normale. Mos ndodhet kjo, ose them në ora 11 është këtë rregull. E vërteta për luftën e UÇK-s. S'ka dilemë, është gjëja më e rëndësishme që ne mund të kemi si kuvend. Mirë po, mos ta harrojmë që e vërteta e luftës së UÇK-s edhe e vërteta e masakrave të Serbisë në Kosovë është një vërtetë që në mënyrë kronike është ekspozuar deformime nga aktorë të ndryshëm, qoftë qëllimshëm, qoftë pa qëllimshëm. Kemi bërë shumë përpjekje zonja kryetare që rreth kësaj çështje të kemi pajtueshmëri të plotë dhe për atë sa kuptova tashmë është arritur dakordim për tekstin e rezolutës nga të gjitha grupet parlamentare, mirëpo ne insistojmë që kjo pikë të trajtohet si pikë e parë. Në LDK-s është që Kryeministri i Republikës do të subordinohet këtë frymë kushtetuese Kuvendit Republikës me ardhmë me na njoftu për marrëveshjen me zotin Petersen, ndërmjetësin e BE-s, lidhur me qëllimin e kësaj marrëveshje, implementimin e kësaj marrëveshje, lidhur me arsimin dhe shëndetësinë për komunitetin serb. Kosova dje ka shënuar për vjetorin e aktit themeltar të shtetit, Kushtetutës së Republikës së Kosovës, dhe krahas urimeve cilat i kemi dëgjuar dje, natyrisht duhet flasim edhe për përgjegjësinë e munguar të institucioneve që ta respektojnë aktin themeltar të shtetit Kosovës, i cili shumë herë është cënuar në këtë vend. Ndërkohë që çështja e cilën do ta ngris sot po ashtu lidhet me respektimin e këtij akti. Pra, dua të them të nderuar kolegë deputet që dje është përmbyllur afati 6 ditor për fillim të mandatit e anëtarëve të rinj të Komisionit Qendror Zgjedhor, afati i cili nuk është respektuar nga ish-presidentja e vendit zonja Osmani, e cila nuk e ka ushtruar kompetencat e saj kushtetuese e ligjore përkundër vendimarrjes së shpejtë të kushtetutës lidhur me këtë situatë. Problemi është që ju nuk jepni informata, ju i keni kap institucionet, edhe kjo është shumë e drejtë më ju thonë, për shkak që një qeveri i raporton kuvendit. Unë jam deputete, i përfaqësoj mbi 20.000 vota, jam nënkryetare e Komisionit të Ekonomisë, edhe thirrna me mbikëqyr sektorin energjetik edhe ato të tregtisë. Jo nuk jepni informata, shtrohet pyetja për kë jeni të punu, për çfarë agjende partijake jeni të hequ në këtë vend, kur për vendin e juve, gjërësisht për ku vend nuk jepni informatat. Tash komor në qatë pozit që është dashur mi dërgu ankesë Agjencionit për Informatë dhe Privatësi. Pra jeni në gjendje me dhon pare, me pagu dënim për mos mi dhon informatat. Kujt po i mshefni edhe çka po mshefni?